Këtu është krejt spontan, nuk ka këtu kur gjo programume të paramendume me skenar, këtu jeni si shtëpi juaj, domethënë për shikuesit e Robi Bllakut ku don vet kish qenë mirë pak me na bu mohabet, çka jeni tu bë, çka keni me bë, domethënë ka një javë që e keni hap edhe po, vërtet është. Spitalin, ordinancën, çka është ajo na tregoni. Po, beauty koncept, nuk është ordinancë, po kena një beauty koncept, kena pas një vizion të bashkur, që tash na së bashku jena në Gjermani në Düsseldorf, që unë kam karrierë që 22 vjet, edhe shumë i suksesshëm në Gjermani, na ardh koha që tash më ardh edhe në Prishtinë, edhe me pru këtë vizion të ri së bashku me doktorin. Kena punu hesinom së bashku që 4 vjet së bashku. Po, kemi pas, do thonë, idenë që me pas diçka me një vend, në një kol. Do thonë gjithçka që ka të bëjë me beauty, duke fillu prej flokëve, bukurisë, make-upit, estetikës, do thonë këta minimal invazivne, thonë pjesa fillerëve, botoksave, po edhe operacione që do thonë gjithçka për herë parë diçka që bëhet në Gjermani që sa vite ose në Amerikë, do thonë do të vjen ajo përvojë në Kosovë. Do thonë diçka shumë moderne, teknika moderne që të kursejnë pacientat. Qysh ja keni gjitë emrin? L'estetik. L'estetik. Po. Nënë është me emrin tem Dashi Krasniqi, në nënën e mjekësisë o doktor Fatlu Mazir. Domethënë këto botoksat e fillerat e këto që janë pak si punë, pak më atleta, edhe pse duhet me pas një diplom për to, ose te na këtu çfarë s'po ndodh, s'dia e keni përcjell. Kush ka qenë njëri që ju kish pa bë tyra? Po, ai shkreti vet, po dhe. Që është për keqardhë seriozisht se ka shumë rëndësi, duke shumë e thjesht, duke që mund ta injektojë edhe dikush që se ka shkollimin ose nuk është mjek ose specializant, po me vërtet ajo ka shumë rëndësi, sidomos te gjinia femërore që të armën pretendojnë më bëu nona, ajo është shumë kancerogjene, hialuroni është shumë kancerogjen. Për atë arsye rritet edhe numri i rasteve kancerogjene, se ne shohim për shembull ose shumica një foto të bukur si ka bërë buzë mirë, po them drejtën, unë punoj në Düsseldorf me një klinikë një ndër më të mirat në Evropë dhe kohës kur kthejmë prej pushimeve, unë e gjithë e marr pushim, se mund mi qel telefonin për rasteve që i kanë bërë këtu dhe mandej që kanë komplikacione, raste të këqija, deri te smundjet më të këqija, duhet me pas shumë kujdes. Seriozisht, e them me dashamirësi. Domethënë edhe fileri, edhe botoks, edhe këtë janë të duhet me pas shumë kujdes. Nëse nuk është material i duhur, se hialuronin përmbajtje ka mikroplastik, është kancerogjen, tash zgjidh kusha produkti, prej nga vjen produkti, a kontrollohet produkti, çfarë lloj produktit. Na i kena pu këtë produktet edhe brendat për Gjermani, si punojnë në Gjermani, s'ka puni farë dallimi, sikur në Gjermani, sikur këtu ke standardi njëjtë. Qysh kanë me qenë çmimet krahasim me ju dedikun e dini sa janë çmimet këtu, se unë e di që po vinë prej jashtit edhe hunën kur e kanë bërë operacion, po mënej para 15 vjetë e di që vishin prej jashtit qika të reja, se në për shtetet skandinave që po diun e dikun janë tepër shtrejt, është dallimi shumë i madh, 2-13.000 euro me 1.500 që ka qenë këtu. Po du me ditë sa kanë me qenë çmimet, se tash edhe produktet janë origjinale, kvalitet edhe nashta dhe ju s'keni lavërdi. Mu nuk me fason kur gjë, se këtu kena shumë kolege frizera, unë foli nga ona frizera, që janë me një nivel shumë të lartë, edhe për atë arsye